Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Bordi i transparencës do të funksionojë deri në rikthimin e çmimeve të karburanteve siç ishin para fillimit të konfliktit në linjën e mesme. Ministri e Ekonomisë tanë po monitorojnë gjithashtu dhe çmimet e ushqimeve të shportës. Presidenti Trump ka zgjatur armë pushimin me Iranin duke ndaluar sulmet për një periudhë 10 ditore. Mediat shkruajnë se Shtetet e Bashkuara do dërgojnë 10.000 trupa në linjën e mesme. Konflikti në linjën e mesme ka ndikuar që shumë shtete as të huaj të vinë në Shqipëri për pushime. Ministri Gonxha deklaroi se prioriteti i qeverisë është turizmi gjithvjetor. Zonat malore, kryesisht në juglindje dhe veri të vendit, u përfshin nga rreshti dëbore këtë të premte. Raportohet se të gjitha akset rrugore janë të kalueshme. Turistët e huaj janë drejtuar malit të Dajtit, ku u shprehën çudi për këtë befasi të motit. Eliminimi i Shqipërisë nga botërori duket se do të shënojë dhe fundin e epokës Silvinho. Zyrtarish braziliani duhet të qëndrojë deri në korrik, por me dështimin e këtij qëllimi, largimi mund të jetë edhe më i hershëm. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme. Ministria e Inovacionit dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, deklaroi se Bordi i Transparencës do të funksionojë deri në rikthimin e çmimeve të karburantit, siç ishin para fillimit të konfliktit në lindjen e mesme. Ajo tha se po monitorojnë gjithashtu dhe çmimet e ushqimeve. Bordi i Transparencës që monitoron çmimin e karburanteve do të jetë funksional derisa situata të rikthehet në stadin e periudhës së para luftës në lindjen e mesme. Kështu u shpreh Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj, duke theksuar se qëllimi është mbrojtja e konsumatorit. Ne do të kujdesemi që çmimet e karburanteve të rikthehen në nivelet e parakrizës. Bordi i Transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Ministra Ibrahimaj u shpreh se përveç karburanteve po mbahen në monitorim edhe çmimet e produkteve të shportës bazë. Po i monitorojmë një shport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Edhe fermerët janë në fokus të qeverisë për t'u lehtësuar barrën fiskale sa i përket karburanteve dhe plehrave kimik. Jemi duke hartuar një akt i cili do të ndërhyjë në reduktimin e aksizës në nivelin 20%, plerat kimike që vinë si derivate e nën produkteve të karburanteve janë një komponent shumë i rëndësishëm i kostove të prodhimit të produkteve bujqësore dhe ne jemi duke i monitoruar. Që të shmanget varësia nga karburantet për industritë e ndryshme, sipas Ibrahimajt, synimet janë te rritja e kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike. Synimi ynë është që të përqendrohemi te prodhimi i energjisë elektrike, ke prodhimi i gjelbër i energjisë elektrike dhe tek autonomia e shtetit shqiptar në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që gjithmonë e më i ulët të jetë efekti i goditjeve nga jashtë dhe mbi të gjitha i goditjeve të karburanteve. Gjatë një panorame të ekonomisë së vendit, Ministria e Ekonomisë theksoi se situata është në kaun pozitiv fal punësimit, por edhe hapjes së mbi 3760 bizneseve të reja gjatë periudhës janar-shkurt të këtij viti. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës Enea Karakaçi ka thënë se Shqipëria do të krijojë sovranitet energjetik deri në vitin 2030. Projektet fotovoltaike në vendin tonë kanë sjellë investime cilësore, por edhe standarde të reja për Shqipërinë dhe më shumë energji të pastër. Sipas ministrit Enea Karakaçi, vendi do të kthehet në një nyje të rëndësishme të energjisë elektrike dhe fal ndërlidhjes me vendet fshinje. Sot është realitet që kemi projekte të ndërtuara, jo vetëm në letër, nga zhvillimi i ankandeve fotovoltaike, por kemi edhe projekte reale të ndërtuara nga investitor privat pa mbështetje. Rreth 10% e prodhimit vendas vjen nga energjia diellore, duke krijuar kështu një pol të ri energjetik dhe duke ulur ndjeshëm varësinë nga kushtet klimatike. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë u shpreh se objektivi i qeverisë mbetet sovraniteti energjetik deri në vitin 2030. Projektet e reja të interkoneksionit dhe planet për ndërlidhjen me tregjet evropiane janë hapa strategjik
për të kthyer Shqipërinë në një nyje kyçe të transmetimit energjetik në rajon. Dhe këtu kuptoj projektet që kemi tashmë që janë pothuajse të përfunduara për lidhje me Maqedoninë e Veriut, projektin për dyfishimin e kapacitetet me Greqinë, projektin shumë të rëndësishëm për lidhjen e Shqipërisë me Italinë. Shqipëria nga një vend i varur nga importet të kthehet brenda vitit 2030 një vend eksportues dhe që të kemi mundësi të kemi një sovranitet energjetik. Në 3 mujorin e 3 të këtij viti pritet të hapet një ankand i ri për prodhimin e energjisë së rinovueshme me asistencën dhe bashkëpunimin me Berezh. Sali Berisha deklaroi se kryeministri Rama akuzon vendet partnere për të mbuluar lidhjet e tij me drogën, akuza lëshoi edhe ndaj SPAK pasi kërkoi pushimin e hetimeve për gjyqtaren Irena Gjoka. Shqipëria është furnizuesi kryesor i drogës në vendet europiane, sipas kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, teksa ju përgjigj deklaratës së kryeministrit Edi Rama të bërë të enjte në panairin Matchmaker Albania, ku tha se vendet që shprehen se Shqipëria ka probleme me korrupsionin dhe drogën duhet të shohin veten e tyre. Tipike përgjigja e një padrinoje. Në hartën e drogës, në Europë nxin më shumë se çdo vend tjetër narkoshteti Edi Ramës dhe vetë Edi Rama. Vendet e tjera kanë Shqipërinë si furnizues kryesor të kanabisit, po ka që vërtet se furnizuesit më kryesor të kokainës në Europë janë klanet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën. Në konferencën për mediat, kreu demokratëve deklaroi se Belinda Balluku po tenton të largohet nga Shqipëria. Lubi Balluku po përgatitet të blejë shtetësi për të shpëtuar në mënyrë përfundimtare përgjegjësisë para ligjit, por përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të bler pasaportë me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Pati edhe një thirrje për ndërkombëtarët. Asnjë pranim i kërkesës për shtetësi të një personi që në shërbim të Edi Ramës qëndron në themel të krizës madhe. Me një kërkesë u drejtua edhe qytetarëve të Fierit, ku Belinda Balluku është drejtuese politike e qarkut. Në çdo hap që ta shohin, ta gjojnë me vezë dhe domate hajdutën. Kërkesa e SPAK për të pushuar hetimet ndaj gjyqtares Irena Gjoka për Berishën është dëshmi që sistemi i drejtësisë është në kontrollin e kryeministrit Edi Rama. Skapi partisë me urdhër të Edi Ramës vendosi të mbyll kapakun e pusetës me emrin Irena me 3 mbiemër. Edhe pse ende nuk ka një datë konkrete për protestën e radhës kombëtare, lideri i demokratëve thotë se revolta qytetare është përgjigjja e vetme kundër korrupsionit dhe qeverisë Rama. Kreu i Shtëpisë së Bardhë Donald Trump ka zgjatur armë pushimin me Iranin duke ndalur sulmet për një periudhë 10 ditore. Ai deklaroi se pavarësisht deklaratave të gabuara në media vijojnë bisedimet mes palëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar një armëpushim të përkohshëm 10 ditor sa i përket shkatërimit të impianteve energjetike në Iran. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Truth Social, kreu i Shtëpisë së Bardhë bëri të ditur se ky vendim vjen pas kërkesës zyrtare të qeverisë iraniane. Me kërkesë të qeverisë iraniane po pezulloi periudhën e shkatërimit të impianteve të energjisë për 10 ditë. Bisedimet po vazhdojnë dhe pavarësisht deklaratave të gabuara të mediave, ato po shkojnë shumë mirë. Pezullimi i sulmeve do të jetë në fuqi deri të hënën e 6 prillit 2026 në orën 20:00. Nga ana tjetër, Teherani nuk ka reaguar pas deklaratës së shefit të Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, Agjencia e Lajmeve Tasnim, e lidhur me trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, thotë se Teherani është përgjigjur planit të paqes për 15 pikash, por ka listuar edhe disa kushte për të cilat pret konfirmim. Sipas BBC-s, Teherani kërkon që aktet e agresionit dhe vrasjet nga armiku duhet të ndalen. Duhet të krijohen kushte për të siguruar që lufta të mos përsëritet. Kompensim dhe dëmshpërblimet e luftës duhet të garantohen, po ashtu fundi i luftës duhet të zbatohet nga të gjitha frontet. Megjithatë, Irani ka deklaruar her pas here dyshime në gatishmërinë e SBA-s për të negociuar. Konflikti në lindjen e mesme ka ndikuar që shumë shtetas të huaj të vinë në Shqipëri për pushime. Ministri Blendi Gonxha deklaroi se prioriteti i qeverisë është turizmi gjithvjetor.
Shqipëria duket se është kthyer në alternativën e turistëve të huaj që kanë anulluar udhëtimet në lindjen e mesme. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia thotë se agjencitë turistike po lidhin kontrata me ta, ndërsa në vendin tonë do të gjejnë ofertat më të mira për të pushuar. Është një alternativë shumë e mirë e planeve të reja që ata që do shkonin në lindjen e mesme me riorganizimin e agjendës tyre të turizmit dhe të themi të udhëtimit, do ta kenë Shqipërinë një nga oferta më të mira. Ka plot kontrata që po lidhen, dhe kjo është parë dhe në panelin e fundit në Berlin, me Shqipërinë nga vendet të cilat po anullojnë vajtjen në lindjen e mesme, dhe normal që njerëzit do jetojnë, do pushojnë, do udhtojnë dhe do i bëjnë, si më thënë, ato pushimet e tyre. Gonxhia nuk dha një datë se kur do të nisë sezoni turistik veror, por nënvizoi se ambicia e qeverisë është që turizmi të shtrihet në të gjithë vitin, pasi nuk mungojnë kapacitetet akomoduese. Do ketë një event lançues, është rreth majit, fokusi ynë është gjithë viti. Kemi struktura akomoduese në male, kemi struktura akomoduese, dhe ju e dini shumë mirë që edhe në vende tjera të ngjashme me ne, këto struktura akomoduese në male nuk do të thonë vetëm borë, nuk do të thonë vetëm dimër, nuk do të thonë vetëm ftohtë, po mund t'i frekuentosh pastaj edhe në verë. Gonxhia ndau detaje nga një projekt i diskutuar edhe në takimin e paradites me kryeministrin Rama. Do të zhvillojmë një ide për një rrjet të gjerë muzesh, po të gjitha eksperiencave dhe të gjitha tematikave, të gjithçka që lidhet me traditën, të gjithçka që lidhet me zonat. Nga objekte që mund të përkasin një epokë të caktuar, tek shija, tek doket, tek zakonet, tek gjithë kulinaria. Gonxhia tha se ka një rritje të biletave në institucionet kulturore, ndërsa buxheti i planifikuar për ta kap shifrën e 173 milion lekëve. Zonat malore kryesisht në juglindje dhe veri të vendit u përfshin nga reshje dëbore këtë të premte, raportohet se të gjitha ankset rrugore janë të kalueshme. Ulja e ndjeshme e temperaturave bëri që zonat malore të vendit të përfshihen nga bora. Në juglindje, trashësia e dëborës arriti deri në 15 cm. Reshje të ranë lartësinë deri mbi 1 metër, duke prekur fshatra turistik të Dardhës e Voskopojës, por gjithashtu edhe zonat urbane. Megjithatë, autoritetet raportojnë se nuk ka rrugë të bllokuara, qarkullimi vijon normalisht në të gjitha akset, përfshirë edhe ato drejt Dardhës e Voskopojës, si dhe Kapshticës. Si pasojë e erës së fortë ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike. Në shumë fshatra ka munguar energjia, ndërsa në terren janë ekipet e OSHE-s për të rregulluar defektet. Reshje bore ka patur edhe në qarkun e Dibrës. Ato kanë arritur deri në lartësitë 700 metrë mbi nivelin e detit. Reshjet nuk kanë qenë me intensitet të lartë, ndërsa autoritetet nuk raportojnë për probleme. Megjithatë, u kërkues drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes, veçanërisht kur lëvizin drejt njësive administrative. Deri tani nuk raportohen probleme as në bujqësi apo pemtari. Reshjet e borës kanë prekur edhe zonat malore të qarkut të Shkodrës. Në këto ditë të fundit të marsit, është zbardhur nga bora fshati i Thethit, si dhe Razma. Nuk raportohet për rrugë të bllokuara dhe firmat kontraktore, po punojnë vazhdimisht për pastrimin dhe kriposjen e rrugëve. Borë ka patur edhe në malësitë e qarkut të Elbasanit. Reshjet janë regjistruar në bashkitë e Librazhdit apo Prenjasit, si dhe në disa fshatra të Elbasanit. Në këtë qark, reshjet nuk kanë qenë me intensitet të lartë dhe nuk raportohet për problematika. Dëbora ka ambuluar dhe malin e Dajtit. Shumë prej turistëve të huaj janë shprehur të çuditur për këtë befasi të motit. Bora ka zbardhur malin e Dajtit. Turistët e huaj kryesisht, por edhe fëmijët, të shoqëruar nga prindrit dhe nga gjyshrit, po shijojnë këtë bardhësi që ka ardhur në pranverë. Në një kohë kur të gjithë prisnin në lëzimin e plot të pranverës, natyra na befasoi. Dëbora ka ambuluar zonat malore të Tiranës, duke kthyer peizazhin në një kartolinë të vërtet dimërore, edhe pse jemi në fund të muajit mars. Shtigjet malore që të çojnë në Shëngjergj, por edhe në parkun kombëtar të Dajtit, janë mbushur me turistë huaj, të cilët shijojnë peizazhin breslënës.
Ky kontrast mes gjelbërimit dhe borës së freskët është një eksperiencë unike që nuk e prisnin ta gjenin në këtë stin. Mendonim se do të ishte e njëjta klim siç e kemi në Itali, në Sicili, por u befasuam nga bora në pranverë. Është magjike, ndaj vendosëm të ngjiteshim deri këtu që ta shijonim. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Do të qëndrojmë 4 ditë. Është me të vërtetë shumë bukur. Mendonim se do të ishte më ngrohtë. Nuk prisnim që të binte dëbor. Turistët që kanë shtuar Dajti në listën e tyre të vizitave janë të shumtë këtë fundjavë. E tillë është edhe kjo familje nga Turqia. Arnaut do se vjorom da. E dua Shqipërinë dhe shqiptarët. Ata që kanë shijuar më shumë rikthimin e të ftohtit janë padyshim fëmijët, të cilët luajnë me topa bore. Shumë kanë zgjedhur teleferikun, por një pjesë lëvizin edhe me makinat personale, pasi rruga që të çon drejt malit të Dajtit nuk ka probleme nga bora apo ngricat. Edhe pse meteorologët parashikojnë rritje të temperaturave të dielën duke sjellë mundësinë e shkrirjes së borës, interesi për të kaluar fundjavën në malin e Dajtit është rritur. Sinoptikanët parashikojnë që dhe shtuna të jetë një dimër i shkurtër në fund të muajit mars, moti pritet të përmirësohet duke nisur nga dita e diel. Ftohtë, shi dhe borë, kështu janë kushtet e motit këtë fundjavë, të paktën edhe për 24 orët në vijim, sipas parashikimeve të sinoptikanëve. Në Europën qendrore prej disa ditës ka zbritur kjo masa e ftohtë nga veri i Europës duke sjellë dëbor në pjesën më të madhe dhe gradualisht është shfutur edhe në një pjesë të mirë të Ballkanit. Megjithëse situata mbetet e paqëndrueshme, ka një rënje të intensitetit të rreshjeve, ato do jenë prezente, por do të jenë shumë të pakta, do të jenë në gjysmën lindore të Shqipërisë, e gjithë zona malore do të ketë sërish rreshje në formën e dëborës, ndërkohë rreshjet pak të shiut do ketë pjesa tjetër e territorit. Parashikohet që të mbeten edhe shtunën. Temperaturat kanë rëndjeshëm duke shënuar vlera negative. Sipas meteorologëve, temperaturat e ulta kanë sjellë borë në disa zona, të cilat do të vijojnë edhe të shtunën. Gjatë gjithë këtyre ditëve temperaturat kanë qenë relativisht të ulta dhe mëngjeset mjaft të ftohta. Termometri ngjitet deri në 0 apo 1 grad nga -2 të shënuar sot të shtunën. Për sa i përket ditës së diel do të jetë në vlera pozitive, ku edhe zonat malore do të jenë rreth vlerës 1 apo 2 grad. Dita e diel sjell edhe përmirësim të situatës, pra largim total të rreshjeve. Ndërsa stuhit e erës në zona detare, sipas parashikimeve të meteorologëve, do të vinë drejt përmirësimit. Numri i diagnostikimeve të autizmit është rritur ndjeshëm në 15 vitet e fundit deri në 4 herë më shumë. Rritet numri i diagnozave të autizmit deri në 4 herë më shumë në 15 vitet e fundit. Sipas një raporti të kryer nga OSBE, theksohet se në 10 vjeçarin e fundit, rritjet e numrit të diagnostikimeve janë rritur ndjeshëm çdo vit dhe në kompleksitet për kohë më të gjatë. Në raport nuk janë përfshirë të gjitha vendet që bëjnë pjesë 38 të tilla, por janë kontrolluar 11 vende, ndër të cilët Australia, Kanada, Danimarka, Estonia, Franca, Gjermani, Izrael, Holland, Suedi, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendi që ka shënuar rritjen më të lartë është Izraeli me plus 16% kërkesa për diagnostikim më shumë në vit, që korrespondon pra me një rritje kompleksive rreth 10 herë më shumë në 15 vitet e fundit. Si pas raportit, kjo vlerëson faktor të ndryshëm, ndër të cilët evoluimi i diagnostikës, rritja e ndërgjegjësimit për të kryer analiza dhe kërkimi më hershëm i zhvillimit të fëmijës, sigurisht në ato raste që ka dyshime. Në këtë mënyrë justifikohet rritja e kërkesave për diagnoza në shumë vende, por ajo që është mbi të gjitha shqetësuese është rritja e numrit të rasteve. Inteligjenca artificiale ka ndihmuar në zbulimin e rreth 100 planetëve të rinj jashtë sistemit diellor, 31 prej të cilëve identifikohen për herë të parë. Analizat janë marrë nga teleskopi hapësinor TESS. Zbulohen 100 planetë të rinj jashtë sistemit diellor me ndihmën e inteligjencës artificiale. Nga këta, 31 nuk ishin identifikuar asnjëherë, ndërkohë që për të tjerët ka qenë pikërisht inteligjenca artificiale që ka konfirmuar ekzistencën e tyre pas kontrollit të gjithë të dhënave të mbledhura nga teleskopi hapësinor TESS i NASA-s. Ky i fundit është krijuar me qëllim kërkimin e botëve aliene dhe është një instrument i specializuar në regjistrimin e luhatjeve që ndodhin në dritën e një ylli si pasojë e kalimit të një planeti që tranziton pranë.
Të gjitha këto vërtime janë analizuar nga sistemi Raven i inteligjencës artificiale, që ka ekzaminuar më shumë se 2.2 milion përmbledhje të 4 viteve të punës operative të teleskopit TESS. Ka arritur të konfirmoj 118 egzoplanet, pra planet që janë jashtë sistemit ton, dhe të dalloj dhe 2000 të mundshëm të tjerë, 1000 prej të cilëve plotësisht të rinj, por ende pa konfirmim absolut. Ndër informacionet e mbledhura rezulton se shumë prej tyre orbitojnë rreth yjeve përkatës në rreth 24 orë toksore. Nga analizat gjithashtu del në pas se rreth 10% e yjeve të ngjashëm me diellin kanë të paktën një planet që kryen një orbit të afërt dhe shumë prej tyre janë si Neptuni. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lemesh, faleminderit që na ndoqët.